të përgjigjem në dy plane. Plani parë, unë shoh Trumpin atje në Amerikë, është e njëjta moshë dhe është merr vendime shumë forte. Dhe nuk du me shku më për te në këto komente. Po përshtoj dhe kontraverse. Kthehemi në Shqipëri dhe vrej që ai që ka qenë ish kryeministër, ish president, i arrestuar, mi cilin janë hedhur bomba, grushte, të gjitha, çdo gjë. Jo që gjithë administrata me përparshme. Është e pabesueshme, dhe më thënë ajo që ka ndodhur me opozitën këto vite është e pabesueshme, është punon 10 herë më shumë se gjithë tjerët ne të marrën së bashku. Dhe nga pikpamja intelektuale, instiktit politike, mendimit politik, aksionit politik, mbetet përsëri i pakrahasueshëm me pjesën tjetër. Kjo është problemi jonë, nuk është problemi i Sali Berisë. Edhe e dyta, plani i dytë, është që ai u largu në 2013. Realisht e besoni këtë që u largu? Absolutisht. Zoti Basha thot kundër, ka qenë gjithmonë aty në çdo vendim që unë kam marrë. Unë nuk besoj se ju i besoni çfarë thot. Nuk mendoj se mund të merret mas. Si qytetar e dini përgjigjen time, po jam i detyruar të bëj pyetjen si gazetar. Okej, dakor, secili i thot atë që vetëm referencë në atë drejtim nuk sepse nuk mund ta bësh. Kështu që në këtë drejtim ja kanë imponu, nuk e di a ka dash bile. Dhe nuk e di nga ana njerëzore. Ju mendoni që ja kanë të provosh një kalvar të tillë për çfarë kur i ka provu të gjithë karrierën. Por është fakt që 2 muaj ka ndryshuar çdo gjë në Partinë Demokratike.